Ndëruar vëllezër, shkaku që po çon deri te këto mosmarrveshje, zënka, ofendime, shkunorizime, rrahje, plagosje dhe vrasje, një prej shkaqeve është gabimi në hapa. Speqesim hapin mirë, kur po e fejojmë vajzën, kur po e fejojmë djalin, ose kur vajza po fejohet, ose djali kur po fejohet. Është një kriter, një standard, një islam, që duhet ju djemë të ri dhe vajzat e reja pa tjetër me pas këtu, edhe me marrë letër me majtë. Çka po thot ky kriter? Kur të ofrohet dikush, edhe kërkon me ty, oj motër besimtare, muslimane, me u martue, mos ja shiko pamjen se sot e ka mjekën e zezë, nesër i bëhet e bardhë, sot i ka flok, nesër si ka, sot e ka kerën, nesër se ka, sot e ka bukurin, nesër se ka. E çka i metet atina? Ati i metet feja. Shikoja i motër fen, shikoja i motër moralin, shikoja ftyrën edhe nderin.